Festat e fundvitit vijnë ndryshe për familjet dhe fëmijët në nevojë, sidomos kur prindrit e tyre mungojnë. Me nismën e zonjës Suparo Deta Nishani, shoqatat e jetimëve në Korçë dhe Pogradec kanë krijuar një atmosferë festive për fëmijët jetim në këtë prag fundviti me dhurata, por mbi të gjitha fjalë të ngrohta dhe dashuri. Në emër të Kryqit të Kuq dhe nga Korçë, ju uroj fëmijët e shoqatës së jetimëve në Fokus gëzuar vitin e ri. Suksese në shkollë dhe në jetë. Ne e kemi për detyrë që të kujdesemi për ju, sepse në një ditë ëndrat tuaja u prejnë duke humbur njëri nga prindrit dhe jeta juaj u vështirësua. Prandaj, duke parë këtë fakt, mbështetja jonë nuk do të mungojë që këtë vështirësi ta kaloni në jetë. Që dhe ju, si gjithë moshatarët tuaj, të isni përpara, të shkolloheni dhe të jetoni të lumtur. Janë me qindra fëmijë jetim në qarkun e Korçës, të cilët në këtë ditë festash kanë kthyer syt nga institucionet për pak për kujdesje dhe dashuri, të paktën në këtë fundviti. Por ky reagim këtë vit ka qenë i zbeht.